Përshëndetje, ja të kemi tashmë në kanalin e YouTube-it Finit Link dhe po merremi me konfigurimet e sigurisë në një switch. Ku në materialin e parë jemi marrë me implementimin e sigurisë në porta në mënyrë të tillë që të parandalojmë sulmet në tabelat e MAC adresave. Dhe në materialin e dytë do të shpjegojmë se si të konfigurojmë Dynamic Trunking Protocol dhe Native VLAN në mënyrë të tillë që të parandalojmë sulmet e VLAN-eve. Do të shpjegojmë se si të konfigurojmë DHCP snooping në mënyrë që të parandalojmë sulmet që realizohen me anë të DHCP-s dhe do të shpjegojmë dhe do të konfigurojmë inspektimin ARP në mënyrë të tillë që të parandalojmë sulmet që ndodhin nëpërmjet ARP-s. Ndërsa në materialin e tretë do të merremi me konfigurimin e Portfast dhe Bridge Protocol Data Unit Guard në mënyrë të tillë që të parandalojmë Spanning Tree Protocol. Ndaj le të fokusohemi në temat të cilët do të trajtojmë në pjesën e dytë, duke filluar me mbrojtjen që duhet të realizojmë në një rrjet LAN për të parandaluar sulmet që vijnë nga në VLAN. Atëherë paraprakisht le të rikujtojmë disa nga VLAN hopping, pra sulmet që mund të lançohen në një nga tri format. Njëra formë është me anë të spufimit të mesazheve Dynamic Trunking Protocol, me anë të cilave sulmohen hostet në mënyrë që të tillë që switchet të futen në trunk mode dhe pasi ato futen në trunk mode, atëherë sulmuesi mund të dërgojë trafikin e targetuar pikërisht në VLAN-in që ai synon të sulmojë dhe switchi tashmë i bën deliver këtyre paketave për në destinacion e synuar. Një formë tjetër është me anë të ndërfutjes së një switchi të dëmtuar, pra raw switch, dhe ky switch tashmë aktivizohet dhe futet në gjendjen trunking dhe sulmuesi tashmë mund të aksesojë të gjithë VLAN-et dhe në nga switchi viktim nëpërmjet pikërisht këtij switchi të kamufluar, pra të një tjetër tip i sulmeve që ndodhin në VLAN është sulmi i double tagging apo sulmi double encapsulated. Ky sulm merr avantazh nga mënyra se si switchet operojnë nga ana hardwareike. Dhe tashmë, duke njohur këto lloj sulmesh, ne krijojmë disa hapa të cilët ne i përdorim për të parandaluar rrjetin nga sulmet që ndodhin në VLAN-e. Në hapin e parë bëjmë të mundur që aktivizimin e Dynamic Trunking Protocol Auto Trunking, pra negocimin që ndodh për të switchin që të futet në trunking në portat të cilët janë non-trunking, pra. Duke përdorur komandën konfiguruese switch port mode access në çdo ndërfaqe, pra duke i kaluar këto ndërfaqe në statusin aktiv. Dhe hapi i dytë është të gjitha ato ndërfaqe apo porta të cilët nuk janë të përdorura në rrjet, i kalojmë dhe i vendosim në një VLAN të cilin ne nuk e përdorim, pra krijojmë një VLAN dhe aty futen të gjithë portat të cilët janë të papërdorura. Dhe pastaj në mënyrë manuale aktivizojmë trunk links në portat trunk duke përdorur pikërisht komandën në atë ndërfaqe e cila është switch port mode trunk. Dhe hapi i katërt është që aktivizimi i Dynamic Trunking Protocol, pra auto trunking si negociat, pra që aktivizojmë këtë negocim në porta trunking duke përdorur komandën konfiguruese switch port non-negotiate. Dhe hapi i pestë pastaj është të vendosim native VLAN në një numër i cili është ndryshe nga VLAN njëshi duke përdorur komandën konfiguruese switch port trunk native VLAN ndjekur me numrin të cilin ne duhet t'i vendosim këtij VLAN-i, i cili duhet të jetë ndryshe nga VLAN njëshi. Dhe ndaj, për ta kuptuar më qartë këtë, do të marrim një shembull.
Dhe në shembullin që do marrim është kemi portën Fast Ethernet 001 deri në 016, të cilat do të jenë porta aksesi aktive, ndërsa porta 017 deri në 020 nuk do të jenë të përdorura. Ndërsa përsa i përket portave nga 21 deri 24 do të jenë porta trunk. Atëherë në mënyrë të tillë që të parandalojmë sulmet në volan duhet të implementojmë konfigurimet mbi hapat të cilët ne përmendëm. Pra, fillimisht do të futemi në ndërfaqen Fast Ethernet 0116 dhe do të bëjmë disable auto trunking negotiation. Dhe këtu e realizojmë me anë të komandës switch port mode access, që do të thotë këto porta i kaluam në qendje aktive. Dalim me anë të komandës exit dhe pastaj futemi në ndërfaqen 017 deri në 20, i kalojmë në access mode dhe i vendosim në një volan të cilën ne nuk do të përdorim. Me anë të komandës switch port access volan i kaluam këto porta në volanin 1000 në këtë rast dhe automatikisht krijohet volani 1000. Dhe duke qenë se do të jenë porta të papërdorura, i vendosim jo aktive, pra me anë të komandës shutdown. Dalim nga ky range diapazon ndërfaqes dhe futemi tashmë në me anë të komandës interface range Fast Ethernet 0124, futemi tashmë në ndërfaqet të cilët ne do të krijojmë trunk. Me anë të komandës switch port mode trunk, ne në mënyrë manuale i kalojmë këto në porta trunk. Dhe me anë të komandës switch port non negotiate, ne çaktivizojmë auto trunking negotiate në portat trunking që po krijojmë. Dhe me anë të komandës switch port trunk native volan 999, ne vendosim një native volan i cili do të jetë i ndryshme nga volan 1. Ndaj e përmbledhur është portat Fast Ethernet nga 01 në 16 janë porta aksesi dhe ndaj nuk futen në trunking, që do thotë trunking tek këto është bërë disabled, duke qenë se janë porta aksesi. Ndërsa Fast Ethernet ports nga 017 deri te 020 janë të papërdorura dhe janë të vendosura si disabled, të përcaktuar në një volan të papërdorur. Ndërsa portat Fast Ethernet 2124 tashmë krijojnë trunk links dhe në mënyrë manuale janë aktivizuar si porta trunk duke bërë disable auto trunking negotiation dhe native volan është konfiguruar duke vendosur ndryshme nga volan 1 si volan 999. Si kalojmë në rastin e mbrojtjes së rrjetit nga sulmet të cilat vijnë me anë të DHCP attack, ku rikujtojmë që qëllimi i sulmeve DHCP starvation është të krijojë një denial of service për të gjithë klientët e lidhur në rrjet. Dhe DHCP starvation si sulm kërkon një mjet sulmi, siç është rasti i Gobbler, duke përmendur që sulmet DHCP starvation mund të mbrohen në mënyrë efektive, pra parandalohen duke përdorur në mënyrë efektive port security, sepse Gobbler përdor një MAC adresë burimi unike për çdo kërkesë DHCP të dërguar. Por parandalimi i DHCP si sulm kërkon më shumë mbrojtje, sepse Gobbler vet mund të konfigurohet për të përdorur një MAC adresë të ndërfaqes aktuale si Ethernet address burim dhe specifikon një adresë tjetër Ethernetit të ndryshme nga DHCP lot. Dhe kjo pastaj mund ta ul efektivitetin e port security, sepse kjo MAC adresë burim tashmë kthehet në një MAC adresë legjitime. Dhe gjithashtu rikujtojmë që sulmet DHCP spoofing mund të parandalohen me anë të përdorimit të DHCP snooping në portat e besuara. Ku vetë DHCP snooping nuk mbështetet në MAC adresat
burim. Ajo si DHCP snooping përcakton nëse mesazhet DHCP janë nga një burim i besuar, i konfiguruar në mënyrë administrative nga persona të besueshëm apo nga burime jo të besueshme, që do të thotë filtron mesazhet DHCP në një trafik me një shkallë të limituar DHCP nga burimet të cilët janë jo të besueshme. Ato pajisje të cilët janë nën kontrollin administrativ të administratorit, pra, siç janë switchet, routerat apo serverat, janë burime trusted. Çdo pajisje tjetër përtej firewallit apo jashtë rrjetit quhen burime jo të besueshme. Si shtesë, të gjithë portat aksesi zakonisht trajtohen si porta jo të besueshme dhe pikërisht këto tregohen edhe në këtë figurë. Vini re, duke u bazuar figurës, kemi një server DHCP, pra route DHCP server, pra është një server i cili shtohet në rrjet me tendencë sulmi në të. Ai tashmë është në portë untrusting dhe dërgon DHCP snooping. Të gjithë ndërfaqet trajtohen si ndërfaqe untrusted by default, pra jo të besueshme. Ndërfaqet trusted janë pikërisht linqet trunk dhe portat të lidhura drejt për së drejti me një server DHCP legjitim. Këto ndërfaqe duhet të jenë të konfiguruara në mënyrë manuale si trusted. Dhe tashmë tabela DHCP ndërtohet duke përfshirë pikërisht MAC adresat burim të pajisjeve të portave untrusted dhe adresat IP të shënuara nga serveri DHCP për ato pajisje. Dhe MAC adresa dhe adresa IP janë bërë band, pra janë të lidhura me njëra tjetrën. Ndaj, kjo tabelë quhet dhe DHCP snooping binding table. Në mënyrën që ne ta mbrojmë rrjetin nga DHCP snooping, ne duhet të implementojmë disa spoofing, ne duhet të implementojmë hapat e DHCP snooping, që do thotë duhet të dini se si ta mbroni rrjetin pikërisht nga ky lloj sulmi. Hapat të cilët përdoren për të bërë aktiv pikërisht DHCP snooping janë 4, ku hapi i parë është aktivizimi i DHCP snooping duke përdorur komandën konfiguruese në nivelin global si IP DHCP snooping. Dhe pastaj në hapin e dytë, në portat të cilët janë trusted, ne përdorim komandën në nivel ndërfaqe IP DHCP snooping trust. Dhe pastaj në hapin e tretë, çfarë bëjmë ne? Limitojmë numrin e mesazheve DHCP discovery, të cilët mund të merren për sekond nga portat të cilët janë untrusted, duke përdorur komandën në nivel ndërfaqe IP DHCP snooping limit rate. Dhe e fundit fare është të aktivizojmë pikërisht DHCP snooping për VLAN-e ose në një diapazon VLAN-esh duke përdorur në nivelin global komandën konfiguruese IP DHCP snooping. Ndaj, në mënyrë që ne t'i kuptojmë këto komanda dhe se si përdoren, le të marrim një shembull ku do të marrim një topologji referencë për DHCP snooping, si shembull dhe është pikërisht kjo figurë. Në figurë vjet re që pas Ethernet 0.5 është port untrusted, sepse është e lidhur me portën
më falni, është e lidhur me një kompjuter, ndërsa fast FSNC është port të trusted sepse është e lidhur direkt me një server. Tashmë bazuar në këto hapa, fillimisht çfarë bëjmë ne? Konfigurojmë DHCP snooping në switchin e parë. Që do të futemi në switch tashmë dhe në nivel global ne aktivizojmë DHCP snooping me anë të komandës IP DHCP snooping. Pastaj futemi në ndërfaqen e cila lidhet me serverin, pra që është trusted port, me anë të komandës interface fast Ethernet 01 dhe e konfigurojmë atë si port trusted me anë të komandës IP DHCP snooping trust. Pastaj futemi në diapazonin e ndërfaqe nga fast Ethernet 05 dhe 24, të cilët janë porta untrusted by default. Pra futemi në këtë ndërfaqe dhe çfarë bëjmë? E limitojmë deri në 6 paketa për sekond pikërisht numrin e DHCP discovery messages. Pra futemi në këtë diapason dhe me anë të komandës IP DHCP snooping limit rate 6 përcaktojmë në 6 numrin e mesazheve zbulueseve DHCP discovery. Dhe pasi dalim nga kjo ndërfaqe, çfarë bëjmë? Bëjmë enable DHCP snooping në volanin. Në këtë rast kemi bërë në volanin 5, 10, 50, 51 dhe 52. Si në çdo rast, gjithmonë pasi na realizojmë konfigurime, çfarë bëjmë? Bëjmë edhe verifikimin e konfigurimeve të cilët ne kemi bërë. Me anë të komandës show IP DHCP snooping në nivelin privilege, verifikojmë të DHCP snooping dhe me anë të komandës show IP DHCP snooping binding, ne jemi në gjendje të vërejmë klientët të cilët kanë marrë informacione DHCP siç tregohet në këtë rast. Dhe këtu është edhe binding table dhe vjetre që është vendosur informacioni mbi kompjuterin e parë i cili lidhet me anë të ndërfaqes fast Ethernet 05. Pasi mbaruam edhe me sulmet të cilët realizohen me anë të DHCP-s, le të merrni me sulmet të cilët realizohen me anë të ARP-s dhe se si duhet të mbrojmë nga këto sulme. Në një sulm tipik ARP-je, një sulmues rreti pra threat actor mund të dërgojë kërkesa ARP-je unsolicited tek hostet e tjera në një subnet me MAC adresën e threat actor dhe adresën IP të default gateway. Në mënyrë të tillë që të parandalojmë ARP spoofing dhe rezultimin në një ARP poisoning, një switch duhet të sigurohet që ka vetëm një ARP request dhe replies të cilët janë të vlefshme dhe të besueshme. Dynamic ARP inspection kërkon që DHCP snooping të përdoret për të ndihmuar në parandalimin e sulmeve ARP, sepse bëhet mos transmetimi i ARP request dhe për pavlefshëm jashtë portave në të njëjtin volan, bëhet përgjimi të gjithë ARP request dhe replies në portat jo të besueshme dhe me anë të përgjimit bëhet verifikimi i çdo pakete për të parë nëse kemi një valid IP me MAC address, pra kemi një binding të sigurt për të vlefshme dhe pastaj bëhet hedhja poshtë e të gjithë logimeve të ARP request ku këto vijnë nga burime jo të besueshme në mënyrë të tillë që të parandalohet ARP poisoning dhe pastaj e fundit fare është ndërfaqja kalon në gjendje error disabled në qoftë se
numri i konfiguruar i ARP packets, pra i paketave ARP, e tejkalon të numër i cili është i konfiguruar në Dynamic ARP Inspection. Dhe pikërisht, për implementimin e Dynamic ARP Inspection, përdoret një guideline implementuese. Ndaj, në mënyrë të tillë që të parandalojmë shanset për ARP spoofing dhe ARP poisoning, ne duhet të bazohemi pikërisht në këto guidelines, e cila thot, duhet të aktivizojmë DHCP snooping globalisht. Pastaj, duhet të aktivizojmë DHCP snooping në vëlanet e selektuara, të aktivizojmë Dynamic ARP Inspection pikërisht në këto vëlane të selektuara dhe pastaj të konfigurojmë ndërfaqe trusting për çdo DHCP snooping dhe ARP Inspection. Dhe është e rekomandueshme që të konfigurohen të gjithë portat e aksesit në switch si porta untrusted dhe të konfigurohen portat uplink dhe të cilët janë të lidhura me switchet e tjerë si porta trusted. Ndaj, për ta kuptuar më mirë këtë, le të marrim një topologji e cila është dhënë në figurë dhe janë të përcaktuara pikërisht edhe portat të cilat janë trusted dhe untrusted. Dhe vjet re ku porta e cila lidh switchin me routerin në switch, e cila është Fastnet 024, është si port e besueshme, ndërsa porta Fastnet 01, e cila lidhet me kompjuterin e parë, e cili është në vëlan tjetër, është port aksesi dhe është untrusted, dhe porta Fastnet 02 është untrusted, ku në pikërisht në këtë port tenton të lidhet edhe një threat actor. Atëherë, duke u bazuar pikërisht në këtë implementimin e guideline-it mbi Dynamic ARP Inspection dhe duke u bazuar pikërisht kësaj topologjie ku tham që switchi është lidhur me dy përdorues në vëlan tjetër, atëherë Dynamic ARP Inspection do të konfigurohet në mënyrë të tillë që të parandalojë sulmet që vijnë me anë të ARP spoofing dhe ARP poisoning. Tashmë, siç tregohet edhe në shembull, DHCP snooping duhet të aktivizohet sepse na e kërkon vetë Dynamic ARP Inspection në mënyrë të tillë që të bëj binding table. Atëherë futemi në switch të bëjmë IP DHCP snooping. Me anë të IP DHCP snooping, çfarë bëm? Aktivizohen DHCP snooping globalisht. Pasi bëjmë aktivizimin e DHCP snooping globalisht, dimë që është lidhur me vëlan tjetër, atëherë çfarë bëjmë? Bëjmë edhe DHCP snooping për vëlanin 10 në këtë rast. Me anë të komandës IP DHCP snooping vëlan 10, aktivizojmë DHCP snooping pikërisht për vëlan 10. Dhe me anë të IP ARP Inspection vëlan 10, ne aktivizojmë Dynamic ARP Inspection pikërisht për këtë vëlan. Pasi kemi realizuar këto dy konfigurime, atëherë fillojmë edhe konfigurojmë ose më saktë aktivizojmë ndërfaqet trust me DHCP snooping dhe ARP Inspection. Futemi në ndërfaqen Fastnet 04, cila përkisë të shembullit që është e lidhur me routerin 1 dhe me anë të IP DHCP snooping trust e bëjmë të besueshme për IP DHCP snooping dhe me IP ARP Inspection trust për Dynamic ARP Inspection. Duhet keni parasysh që Dynamic ARP Inspection mund të konfigurohet në mënyrë të tillë që të kontrolloj të dyja, MAC adresën burim dhe destinacion, si dhe adresën IP. Kur themi kontrollon MAC adresën dhe destinacion, çfarë bën? Kontrollon në MAC adresën dhe destinacion nëse header i Ethernetit është i njëjtë me
MAC adresën e targetuar në strukturën e trupit të ARP-s. Kur themi për kontrollin e MAC adresës burim, atëherë kontrollon MAC adresën burim pikërisht në headerin e Ethernetit me MAC adresën e dërguar në strukturën e trupit të ARP-s. Dhe kur themi kontrollon adresën IP, atëherë kontrollon në trupin e ARP-s për adresa IP që mund të jenë të pavlefshme apo rastësore, duke përfshirë edhe MAC adresën, dhe adresën IP 0.0.0.0 apo 2.5.255.255, pra të broadcast, si dhe të gjithë adresat multicast. Në momentin që ne duam të realizojmë pikërisht këtë kontroll të adresave burim, MAC adresave burim destinacion dhe adresave IP, ne duhet të përdorim komandën IP ARP Inspection Validate në nivel global, në mënyrë të tillë që të konfigurojmë Dynamic Address Inspection të bëj drop paketave ARP kur arrihet të merret një adresë IP e pavlefshme, ose në momentin kur MAC adresa nuk i përshtatet paketës ARP dhe nuk ka një përputhje me adresën e specifikuar në headerin e Ethernetit. Duhet të kemi parasysh që kur ne përdorim këtë komandë, disa herë gjithmonë komanda e fundit e mbishkruan komandën paraprake. Ndaj, në qoftë se ne duhem të përfshijmë më shumë se një metodë validimi quhet, ne duhet në të njëjtën command line, me të njëjtën komandë duhet të shkruajmë të gjithë validimet që duhen. Dhe këto tregohen edhe në këtë. Pra, çfarë bëjmë? Validojmë pra MAC adresën destinacion me anë të komandës e ndjekur me anë të DS të MAC adres, validojmë MAC adresën destinacion, e ndjekur me adresën IP, validojmë adresën IP, dhe ndjekur me source MAC adres, validojmë source MAC adres. Dhe çfarë bëhet? Në qoftë se përdorim fillimisht IP ARP Inspection valid source MAC adres, pastaj destination MAC adres, pastaj IP address, ajo që mbetet është e fundit. Shikoni në momentin që është përdorur do show run include validate, sepse kjo ka mbishkruar më sipër. Në mënyrë që të trija këto të jenë të vlefshme në të njëjtën kohë, atëherë çfarë bëjmë? Me anë të komandës IP ARP Inspection validate source MAC address, destination MAC address dhe IP address, të trija në të njëjtën kohë përdoren për kontroll të paketave ARP. Dhe nëse japim do show run, duke përfshirë include, vihet re që të treja janë aktive. Kaq është përse përket materialit të dytë për mbrojtjen e rrjetit nga sulmet që mund të ndodhin atij, dhe pikërisht pamë mbrojtjen në sulmet që vijnë nga në VLAN, në DHC, me anë të sulmeve DHCP dhe sulmeve ARP. Në materialin e tretë do të merremi me sulmeve që vijnë me anë Spanning Tree Protocol. Ndaj, deri atëherë, do ju sugjeroja të bëni subscribe këtij kanali nëse jeni të rinj në këtë kanal, dhe ndajeni mes shokësh dhe miq nëse ju pëlqeu video dhe ju duket si material i vlefshëm. Shihemi së shpejti.